Greqia në lidhje me Shqipërinë ka një politikë klasike të paktën 200 vjeçare, që nuk e ka ndryshuar, nuk e ndryshon dhe nuk ka ndërmend ta ndryshojë. Kjo politikë mund ndryshojë për ngjarje të mëdha që mund ndodhin në Greqi. Politika greke ecën në ato vijat e megalides që para 2 shekujsh. Dhe mua më vjen keq që politika shqiptare është komplet qorre ose e shitur që vete lidh marrëveshje pas zgjidhur problemin e luftës, e ligjit të luftës, ose në një problem tjetër të kufirit, atë detit, ku diun që i ngritën, i sajuan, i lanë pas zgjidhur, dhe tani kërkojnë të zgjidhin problemet të tjera kur këto janë në themelore. Sepse pasi ti thoshte Amerikës që të heq ligjin e luftës Greqia, pastaj ne e bëjmë dhe kontrollin e gatit. Ne shkruajmë marrëveshje ekonomike. Ne vemi në shkruajmë marrëveshje ekonomike pa asnjë që mos kenë asnjë vlerë dhe ka mundësi që këto të mos zbatohen. Kjo marrëveshje do shikoj, do zbatohet apo jo. Mund të jetë një marrëveshje e ndërhyrë nga Amerika etj. Për interesat të një biznesmeni apo të një tjetri që nëse ka. Greqia përfiton nga të gjitha këto dhe përfiton nga servilizmi jon absolut i politikës shqiptare. Këtu është problemi. Duke e futur shtetin shqiptar në këto manovra të tilla dhe pa i lëvizur as problemin e detit, as problemin e kufirit, as problemin e asaj që Greqia në çdo rast do vite në shkollin ta pushtojë jukun se është pjesë e përjetit etj. Politika shqiptare mbyll syt edhe veten në Athinë në shkruan budallëqet e dynjas. Dhe ne merremi tani çfarë atletesh veshi kryeministi kur vajti në Greqi. Edhe 6 muaj merremi me atletet e kryeministit. Nuk merremi me këtore pse vajti në Greqi, përse çfarë nënshkroi. Nuk e di njeri. Dhe shikojmë tani ato çitjanet që kishte veshur kryeministri, ishin apo ishin të modës, sa zhurmë u bën këto media në mënyrën e veshjes së kryeministit. Ne kalojmë me gjëra të vogla, me gjëra që syhyn asnjërit në punë. Pra nuk do prek gjë të paktën aty, as deti, as lufta, as çamëria, as tash asnjë. Absolutisht. Politika jonë nuk ka burra shteti që të përgjigjen seriozisht për interesat e vendit. Janë interesat të çastit, si frynera andej apo këtej, kështu ecën dhe flamuri i politikës shqiptare. Edhe integrimin mendoni që mund ta bllokoj? E bllokon. Do ta bllokoj derisa politika shqiptare të kthehet në shërbëtore të Afinës. Pik, është e qartë. E ka vendosur. Dhe në qoftë se për sy e faqe Greqia do tregohet një çik më tolerante, do dalë një shtet tjetër, Hollanda, që shep drogë, ku diun ande këteja, që të vërë të bëj punën e Greqisë dhe të bllokojë. Siç po thoshte historiani Arben Dhalla në bisedën e fundit që kisha me të, mund të nxjerrë Kipron që e ka në dorë, që ta bllokojë ajo. Po, pra, edhe nxjerr një problem, nxjerr një aty që fundi kavallit që nuk ka asnjë, sepse Evropa kështu dhe politika jonë e orientuar ko ke kam drejt Evropës. Me synimin që o do hymë në Evropë, o ne do shuhemi, o do vdesim, është një idiotizëm politik. Është idiotizëm politik tani, çdo gjë ne do varrim në Evropë, çdo Greqia mbaruam, jemi të mbaruar. Çdo Hollanda apo çdo ku diun në një ishull atje në La Manche, është një ishull që ka një quhet shtete, do vërë dhe ai veton atje dhe mbaroi puna. Jemi në varësi të atyre. Pa një politikë të vendosur të qartë, pa një busull politike, shtetërore, patriotike për vendin dhe për popullin. Ne do ishim shumë të qartë në qoftë se do ushtrohesh një alternativë Evropës. Do na pranoni apo jo? Kanë 35 vjet që tallen me ne, latë poshtë, bëni dhe të gjithë. Gjisemi të bëni pakse se për të mirë. Jemi në të njëjtat kushte me Turqinë, edhe me atë të sjellje kanë pasur. Po pra, është një politikë e vendosur e caktuar në Evropë. Kundër Turqisë, kundër Shqipërisë, kundër ca vendeve të tjera, sepse politika evropiane nuk ka ndryshuar që nga Kongresi i Berlinit dhe sot është po ajo. Është po ajo politikë. Në qoftë se ne mendojmë që
Franca apo Spanja apo një tjetër do hapi zëmrën edhe do na pranojë, absolutisht. Ne kemi qenë gjithnjë monedhë këmbimi për politikën evropiane. Uroj që, sigur e thatë dhe ju, që ketë burra shteti që të marrin vendimet e duhura dhe të ndryshojnë situatën. Zotë Abira, të falenderoj shumë për bisedën që zhvilluam sot, për çështjet që trajtuam, t'jam mirënjohës shumë për kohën dhe për mendimet që ju ndat me publikun tonë. Dhe në emër të tyre unë të falenderoj. Edhe unë ju falenderoj për bashkëbisedimi që realizuam bashkë.